Elidon, të përshëndes, ku janë fokusuar këto grupe pune nga ana e njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Gjirokastër? Kasandra, mirëdita, dhe në Gjirokastër po kryen një sër verifikimesh dhe marrje e analizave laboratorike sa i takon cilësisë ujit të pishëm, shërbimit më jetik për qytetarët, dhe prej disa ditësh grupet e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor janë shtrirë të gjitha pikat ato që konsiderohen më problematike dhe të kanë konsumin më të madh nga qytetarët, siç janë ambientet parashkollore, baret, restorantet e ndryshme të qytetit, në furrat e bukës, në subjektet ushqimor, por edhe në ambientet akomoduese të qytetit, me të vetmin qëllim parandalimin edhe garantimin e të paktën e cilësisë së ujit, që siç e thash është një nga shërbimet më jetike për çdo qytetar, për çdo banor. Për fat të mirë, deri në këto momente nuk kemi hasur problematika sa i takon cilësisë apo parametrave të ujit të pishëm që ofrohet tek qytetarët, por kjo s'do të thotë që duke i referuar këtij fakti specialistët e këtij njësie vendore do të ulin kontrollet apo monitorimet në vazhdimësi edhe në ditët që do të vijojnë. Sipas kreut të këtij institucioni Edisi Noimeri, një fakt pozitiv për këtë situatë pozitive që kemi në Gjirokastër është edhe cilësia mjaft e lartë edhe e mirë e burimit të osit, i cili është një nga burimet më me cilësi mjaft të lartë në gjithë, jo vetëm në qarkun e jugut, po konsiderohet i tillë edhe në mbar vendin tonë, qoftë se do të hasim problematika, normalisht ato procedurat i referohen Inspektoriatit Shëndetësor, i cili menjëherë do të nisi edhe kryerjen edhe marrjen e masave, që shpresojmë ose kemi një gjë të tillë, pasi nëse do të konstatonim diçka procedurë të tillë, do të thonë që në Gjirokastër do të ketë probleme mbi cilësinë e ujit, që siç e thash deri në këto momente nuk ka rezultuar asnjë analizë laboratorike problematike sa i takon asaj që po kryhet në terren nga specialistët e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, por që më shumë detaje mbi këto kontrolle, mbi këto monitorime ka dhënë kreu i këtij institucioni Edisi Noimeri, të cilin e ndjekim së bashku. Monitorimi i cilësisë së ujit të pishëm është një nga detyrat kryesore të drejtorisë së njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, ku ne gjatë gjithë kohës jemi në terren me punonjësit tanë, me mjekët, infermierët, me laborantët për të monitoruar ujin e pishëm në vend burimet për sa i përket rrethit të Gjirokastrës, por edhe në subjekte të ndryshme që kryejnë shërbim në rrethin e Gjirokastrës. Javë për javë kryejmë këto monitorime, bëjmë analiza mikrobiologjike dhe fiziokimike pranë laboratorit tonë. Deri tani ne nuk kemi hasur asnjë problematik dhe asnjë situatë për sa i përket monitorimit të ujit të pishëm. Çdo gjë është brenda standardeve dhe për këtë prandaj jemi sot këtu për të siguruar gjithë popullatën dhe gjithë opinionin publik që monitorimi i ujit të pishëm kryhet, analizat kryhen me përgjegjësi të plot nga ana e laboratorit tonë. Ndërkohë, Elidon, fatmirësisht nuk ka problematika, duhet thënë, se i takon cilësisë ujit të pishëm në qytetin e Gjirokastrës, por çfarë ndodh në rast të kundërt? Cili është penalizimi për institucionet? Ka sëndër në fakt një vëmendje e shtuar edhe të paktën edhe në sezonin aktual ku jemi, në sinën e pranverës, ishte kushtuar edhe monitorimeve që kryen në ambientet akomoduese në Gjirokastër dhe pikërisht në pazarin karakteristik ku unë jam momentalisht i pozicionuar. Kjo edhe për faktin e shtimit të numrit të lartë të turistëve që vinë gjatë kësaj periudhe në Gjirokastër, dhe tashmë ka filluar, do të thoja, fluksi i turistëve, pasi Gjirokastra nuk ka më një sezon turistik, po e kemi gjithë përfshirës, po në qoftë se do të konstatohen problematika, masat më elementare në momentin e parë që bëjnë bashkëpunim nga njësia vendore kujdesit shëndetësor me inspektoriatin shëndetësor, është masa administrative ndaj këtyre subjekteve, në qoftë se do të rezultojnë me problematika sa i takon parametrave të ujit që ato ofrojnë te konsumatorët, edhe në rast të kundërt ato kalojnë deri në mbyllje të subjektit edhe deri në ndjekje penale për administratorët apo punonarët e këtyre subjekteve, të cilët në qoftë se gjithmonë do të rezultojnë me problematika sa i takon parametrave të ujit të pishëm, por në qoftë se do të referohemi edhe asaj çfarë ndodh, se mund të kemi problematika të tilla sa takojnë edhe linjave të vjetra të tubacionit të ujësjellësit, të cilat mund të hapin problematike pikërisht në shpërndarjen e ujit, dhe këtu përfshihet edhe drejtoria e ujësjellësit të Gjirokastrës, e cila ban një përgjegjësi
sa i takon institucionit për cilësinë apo shtrimin e linjave të reja të ujësjellësit që duhet thënë në Gjirokastër tashmë prej disa vitesh qyteti i gurë furnizohet me ujë 24 orë në 24 janë bërë investime mjaft të larta cilësore në këtë qytet, të cilët jo vetëm i kanë ndryshuar pamjen sa i takon atyre vendosjes së tubacioneve në mënyrë të çrregullta, në mënyra pak të hijshme apo pamjes që ato ofrojnë për syrin e çdo qytetari apo turisti, por një herazi edhe mbajtja e përgjegjësisë që normalisht në qoftë se do të kemi problematika që nuk kemi patur dhe shpresojmë mos kemi janë të gjitha institucionet që mbajnë përgjegjësinë e tyre.